e shtëpive dhe lokacioneve të 47 personave, mesin e tyre një person juridik, dhe po ashtu mund të konfirmoj para ju se këtij aksioni ka paraprir edhe aplikimi i masave të veçanta hetimore. Fjala është për keqpërdorimet që janë bërë në Byron Kosovare të Sigurimeve. Cak i hetimeve, në mesin e hetimeve, pra janë ish drejtori ekzekutiv i BKS-s dhe ish drejtori i departamentit të hetimeve, po ashtu të Byros Kosovare, departamentit financiar faktikisht të Byros Kosovare të Sigurimeve, të cilët duke keqpërdorur autorizimet që ju kanë besuar nga BKS-ja, ju kanë mundësuar personave të ndryshëm, përmes personave të ndryshëm dhe vetvetes që të bartin transakcione të ndryshme, ku kanë arritur përfitimet më dha për vete dhe i kanë shkaktuar dëm të madh Byros Kosovare të Sigurimeve, po ashtu kanë keqpërdorur autorizimet ekonomike dhe kanë përpiluar dokumente të falsifikuara, të cilat ne në terren këtë fazë kemi vlerësuar që ato dokumente të dyshuara faktikisht i kanë përdorur si të mirëqena dhe përmes kësaj i kanë shkaktuar dëm Byros Kosovare të Sigurimeve në vlerë prej 1.043.000 euro. Për me qenë më të qartë, deri në këtë fazë, ne kemi arritur që të sigurojmë 166 transakcione të dyshimta. Në mesin e tyne, 25 transakcione kanë të bëjnë me 12 persona, me të cilët kanë arritur ujdi fiktive jashtëgjyqësore, kinse për përfaqësim si të autorizuar përfaqësues të personave që më herët kanë pasur aksidente në komunikacion dhe i kanë kompenzuar në vitin 2022 dhe 2023 përderisa persona të tjerë veç se kanë qenë të kompenzuar qysh në vitet më hershme 2016 dhe vitin 2017, po ashtu kanë aplikuar edhe 141 transakcione tjera të persona të ndryshëm pa asnjë dokument të vetëm, dhe kanë bartur shuma të ndryshme. Shuma më e vogël e transaksionit ka qenë 6.800 euro, përderisa më e larta ka qenë 68.000 euro. Aksion të sotshëm i kemi pas target 46 persona fizik. Dhe ka përfunduar aksioni me 39 persona të arrestuar, për të cilët prokuroria ka lëshuar vendim për ndalim. Po ashtu, aksioni i sotëm, i cili ka përfshirë gjithë territorin e Republikës Kosovës, nga Prishtina në Prizren, nga Prizren në Mitrovic, nga Mitrovica në Pej, Klin, Raovec, Obilic, Gjilan, Ferizaj e deri në Dragash. Nuk ka pasur region që nuk ka pasur bastisje dhe kontroll dhe arrestime në ditën e sotshme lidhur me këto keqpërdorime. Vlen theksohet se sa i përket sekuestrimeve, kemi sekuestruar të holla kesh në vlerë prej 23.700 euro, kemi sekuestruar ari, aksesor, orë dore të ndryshme, armë, pajisje elektronike dhe gjithashtu kemi pas bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me njësinë e inteligjencës financiare dhe kemi arritur që t'i bllokojmë të holla në vlerë prej 1.300.886 euro. Kjo pra është bilanci, ne kemi qenë teren 7 prokuror, së bashku me mua 8, dhe kemi pas njësitë të shumta policore, rreth 400 zyrtar policor, për çka lidhur me planin operativ mund na flas më shumë edhe kapiteni Karaliti, lidhur me atë se sa persona dhe sa zyrtar policor kemi pas të angazhuar. Të nderuar, përshëndetje, mirë se keni ardhur. E tha kryeprokurori, kemi pas një rast përbashkët, apo kemi marrë autorizim nga Prokuria Themelore e Prizrenit, e që është një rast shumë specifik, ku Prokuria e Prizrenit angazhon një grup prokurorësh për shkak të volumit të këtij rasti, dhe po të njëjtën gjë dhe ne angazhojmë një grup hetimor, i cili grup hetimor në bashkëveprim të ngushtë me prokurorët e caktuar në këtë rast kanë kryer një punë shumë të suksesshme, e cila siç u njoftuat më herët ka rezultuar sot me arrestimin e 39 personave dhe kryerjen e kontrollave apo pastisjeve në të gjitha këto lokacione. Operacioni është organizuar në shkollë vendi për shkak të shpërndarjes së personave të dyshuar. Ky operacion ka përfshi angazhimin e numrit të madh të zyrtarëve policor, rreth 400 zyrtarë policor janë angazhuar, edhe pse kemi pas kushte meteorologjike jashtëzakonisht të vështira sot, gjithçka ka funksionuar sipas planit dhe të gjithë zyrtarët policor kanë kryer detyrat e tyre me sukses të lartë. Ky sukses apo ky rast ka rezultuar me sukses të jashtëzakonshëm dhe ka dëshmuar bashkëpunimin shumë të ngushtë që ekziston mes prokurisë dhe policisë. Nuk kam diçka tjetër për të shtoj. Faleminderit. Nëse keni pyetje,
që kanë qenë të dyshuar 46 persona, kanë arritur të shoqërohen polici vetëm 39. Çfarë ka ndodhur me personat të tjerë? Realisht ne kemi arritë që t'i arrestojmë 39 persona dhe t'i ndalojmë mjetit, përderisa 7 prej tyre në bazë të veprimeve hetimore dhe operative në terren rezultojnë që janë jashtë Kosovës. Mirë po, veprimet hetimore nuk do të ndalen në drejtim tyre dhe secili për veprimet që i ka bë dhe kundërligjshmërinë e tyre do të përgjigjen para organeve drejtësisë. Ne do të kujdesemi që në kuadër të mandatit që kemi, këtë rast palën e dëmtuar Byron Kosovare të Sigurimeve, sigurohemi që ta kompenzojmë centëm cent. Çdo keshpërdrim që është bërë, jemi kujdesur dhe prandaj kemi sekuestruar dhe kemi ngrirë pasuri edhe më shumë se sa që ata veç se kanë kesh përdorur që i kemi provat, mirë po mos të harrojmë se jemi në fazë të hershme dhe këtu mund të kemi edhe vepra tjera dhe mund zgjerohemi edhe më tutje. Në mesin e të arrestuarve janë edhe ish drejtori i byros edhe ish drejtori për financa, apo janë në mesin atyre që janë jashtë vendit? Po, në mesin e të arrestuarve janë dy edhe ish drejtori ekzekutiv i BKS-s edhe ish drejtori i financave. Janë marrë deri tash në pyetje apo sa persona kanë arritur të merren në pyetje nga prokuroria për këta? Në këtë moment që po flasim, shumica prej tyre janë duke intervistuar në stacionet policore, përderisa prokuroria do të shfrytëzojë afatet ligjore për të kryer veprimet edhe të marrës në pyetje apo marrës deklaratave. Edhe një pyetje zoti Kryezio, kur thoni një person juridik, bëhet pjesë në kuadër të byros sigurimeve apo është jashtë byros, personi juridik? Personi juridik është jashtë byros, por ka të bëjë me dy personat kryesor të byros që dyshohet që e kanë hapur këtë person si juridik si konsulencë, andaj mendojmë që të hollat kanë kaluar në këtë pjesë, mirë po është fazë e hershme që t'japim detaje. Edhe një pyetje zoti Kryezio, byroja në reagimin që e ka pasur pas aksionit ka thënë që është rast i nisur prej tyre, pra kanë dërguar për shkak se bëhet fjalë për një auditim të brendshëm, ç'është shpilli i kësaj, është nga ky auditimi që kanë sjellë në prokurori apo në polici, apo është si rezultat i hetimeve të juaja? Mund të konfirmoj që kallëzimi penal qëndron që është sjellë nga Byroja Kosovare e Sigurimeve përmes të autorizuarve të tyre, dhe më pas, ashtu siç e kërkon procedura dhe mandati, prokuroria së bashku me krimet ekonomike kemi ndërmarrë veprime hetimore dhe kemi ardhur deri te dita e sotshme që edhe kemi realizuar aksionin. A kemi pyetje tjera? Nëse nuk ka pyetje, atëherë ju falenderoj të gjithëve.